Vritet me thikëriu shqiptar në Perugja dyshohet pas një konflikti. Hekuran Comani, një 23 vjeçar me origjinë shqiptare, u qulla për vdekje me thikë në një nga parkinget e Universitetit Perugjas në orët e para të së shtunës. Mediat italiane raportojnë se prokuroria po heton çështjen si vrasje, ndërsa krimi dyshohet se ishte rezultat tragjik i një grindje. Viktima u qullua me thikë në fyt, duke rezultuar në vdekjen e tij. Kur personeli mjekësor mbriti në vendngjarje, ata mundën vetëm të konfirmonin vdekjen e të riut nga një plag me thikë në gjok. Sipas hetimeve fillestare dhe dëshmisë disa dëshmitarve, doli në pas se një individ ende i panjohur e goditi 23 vjeçarin pas një sheri për arsye të parëndësishme. Kryetari i bashkisë, Këshilli Bashkiak dhe Këshilli Bashkiak i Perugjas shprehën hidhurimin e tyre më të thellë për vdekjen e të riut. Lajmin e ka tronditur të gjithëve si individ dhe si institucione, shkruan ata në një deklaratë përbashkët. Ne qëndrojmë me familjen dhe miqtë e tij, të cilët po përjetojnë pikëllim të padurueshëm sot me dashuri dhe respekt. Është e vështirë të pranohet që një jetë kaq e re të ndërpritet në një mënyrë kaq tragjike. Dhimbja e këtyre orëve shtrihet në të gjithë qytetin. Perugja qëndron me ata që po vuajnë sot dhe reflekton me hidhërim për një tragjedi që prek thellësisht komunitetin ton, shprehen ata.